Unë jam dakord që ne sot mundet të mos ndryshojmë do diçka, as nesër. Por të paktën pasi të kalojnë 20 vjet, do kthejmë kokën pas dhe do i themi vetes, po, unë përpoqja të ndryshoja vendin tim. E bëra një hap që të ndryshoja vendin tim. U përpoqja që të jepja një shans më të mirë vendit tim. Sepse në të mirë ose në të keqe, ky është vendi ynë. Ky është vendi ynë dhe duke qenë vendi ynë duhet luftojmë për të. Nuk duhet ta ndjejmë raportin të largët, siç janë përpjekur gjithmonë ta paraqesin. Dhe ju më shumë se kushdo duhet ta bëni këtë betejë. Sepse nuk besoj që ka prind, që ka dëshirë që një mëngjes të çohet herët dhe të shohë fëmijën e tij me një valixhe që po largohet dhe nuk e di kur do të kthehet pas. A ka gjëra që nuk shkojnë? Ka pafund gjëra që nuk shkojnë në Shqipëri. Ka pafund pamundësi në Shqipëri. Ka pafund mungesë meritokracie në Shqipëri. Ka pafund mungesë mbështetje për të rinjtë në Shqipëri. Por prapë ky është vendi ynë. Ky është vendi ku secili prej jush kur kthehet në qytetin apo fshatin e tij apo zonën e tij ka kujtimet. Ka zemrën, ka shpirtin, ka lotët, ka dashuritë e para, ka puthjet e para, ka gjyshin, ka gjyshen, ka nënën e babain, ka ndjenjat që rrjedhin nga shpirti. Pra ky është vendi ynë, janë rrënjët tona, është identiteti ynë dhe pikërisht ne vetë duhet përpiqemi të bëjmë diçka për vendin tonë. Mos ta bëjmë për ngjyrat e dikujt tjetër, për vendin tonë, për veten tonë, për të ardhmen tonë. Sepse nuk ka asgjë që i mungon Shqipërisë për të ecur përpara. Sepse nuk ka asgjë që unë të vazhdoj sot dëgjoj, kam dëgjuar kur kam qenë fëmijë 10 vjeç. E duam Shqipërinë si gjithë Europa. Sot jam 43 dhe dëgjoj prapë, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Po Europa këtu është, ku po ikën me vrap. Hajde ta sillim Europën dhe ta bëjmë ne. Europën ta sillim Shqipëri.